Një nga destinacionet më të njohura për vëzhgimin e shpendëve në Kanada, po përballet me një fenomen shqetësues. Studiuesit në Tony Thompson Park thonë se numri i zogjve shtektar që kalojnë nëpër Toronto ka rënë ndjeshëm krahasuar me vitet e kaluara. Parku, i vendosur përgjatë një prej korridoreve më të rëndësishme të migrimit të shpendëve në Amerikën e Veriut, tërheq çdo vit mijëra vizitorë dhe vëzhgues zogj. Por, këtë sezon, shumë prej tyre kanë vënë re diçka të pazakontë. Më pak zogj dhe më pak këngë në natyrë. Sipas raportit vjetor të stacionit kërkimor të shpendëve në park, numri i zogjve të kapur dhe monitoruar gjatë pranverës dhe verës kanë rënë ndjeshëm në krahasim me mesatarët historike. Ekspertët e lidhin këtë rënje me motin ekstrem dhe ndryshimet klimatike. Vitin e kaluar, zona përjetoi një val të fortë të nxehti, me temperatura të ndjera që kaluan 40 gradë Celsius. Sipas studiuesve, temperaturat e larta kanë ndikuar drejt për drejt te folet e zogjve. Shumë zogj të vegjël nuk arritën të mbijetonin ose të largoheshin me sukses nga folet e tyre për shkak të nxehtësisë së tepërt. Por, problemi nuk kufizohet vetëm te zogjt. Shkencëtarët thonë se ndryshimet klimatike po ndikojnë edhe te cikli i insekteve, të cilat përbëjnë burimin kryesor të ushqimit për shumë specie shtektare. Me ngrohjen më të hershme të pranverës, kulmi i shumimit të insekteve nuk përkon më me periudhën kur zogjt mërrin gjatë migrimit. Si rezultat, shumë prej tyre përballen me mungesë ushqimi në momentet më kritike të ciklit të tyre jetësor. Ekspertët paralajmërojnë se nëse këto tendenca vazhdojnë, ndikimi mbi populatat e zogjve mund të bëhet edhe më i dukshëm në vitet e ardhshme. Për momentin, studiuesit vazhdojnë të monitorimin e situatës, ndërsa të dhënat e mbledhura në Toronto po shërbejnë si një tregues i qartë i ndikimit që ndryshimet klimatike kanë mbi ekosistemet dhe biodiversitetin në Amerikën e Veriut.